s'ko me ta haru kur çka ke bo për mu. Edhe që kjo është, është shumë e prekshme se që aty e shes sa e madhe është fuqia e Zotit edhe e kupton që ti kur gjë s'ki bo, ti e ki bo veç pjesën tonë të punës. Aty është edhe problemi më i madh i disa njerëzve se bin prej egos vetë dhe thojnë, e kom shëru, unë se ki shëru ti, e ka shëru Zoti. Unë kur në asnjë emision nuk më thonë që shëroj, unë trajtoj. Edhe mjeku trajton, nuk shëron. Na e bojmë punën tonë, a i kalon, as që kalon, a është ndorë Zotit, nuk është ndorë temën. Që po e lexoj edhe një herë me qenë se u emocionova kur e lexova parzit, edhe e pe personin. Mirëmbrëma ndin si a je mirë. Më falë që po të shënoj kaq vonë. Vetëm deshta me të shënu, e me të thanë që sonte janë bo 2 vite që e më konte ti. Faleminderit shumë prej teje që ma ke ndryshu jetën. S'ko me ta haru kur çka ke bo për mu. Edhe që kjo është. Që kjo është, unë jam shumë njerë emocional, pa marrë parasysh, në gjatë punës i kontrolloj emocionet e mia, po qëto mesazhe kur më vinë mu ma knaqin shpirtin. Edhe çat moment kur më vinë këto mesazhe, kur i lexoj unë, mu nuk më duket, unë se kam reagimin, që kom bone, ajo është katastrofa i reagim. Unë gjithmonë i qes dur të zemër dhe thëmë Zot faleminderit që ma ke jap këtë mundësi, edhe që nëpërmes meje njerëz kanë përmirësime. Ka dikush edhe s'ka përmirësime, unë nuk jam kurfar garancioni për këtë punë.